Çmimet e shumë produkteve bazë në vend kanë shënuar rritje të vazhdueshme, duke e vështirësuar gjithnjë më shumë jetesën e qytetarëve. Kjo situatë është përkeqësuar sidomos në muajt e fundit, kur vendi po përballet me një valë të re inflacionit dhe zhvillime globale që po ndikojnë drejt për drejt në ekonomi. Ekipi ynë ka qëndruar në teren, ku ka takuar pensionistë dhe qytetarë të kategorive të ndryshme, të cilët kanë shprehur shqetësimin për sigurimin e produkteve në baza ditore, në disa raste edhe ato bazike. Çmimet që 2 vjet të na në Kosovë janë katastrofë. Çdo lloj artikull është përtëse, unë nuk e di që shpërjetojnë njerëz. Tana, asnjë. Unë shkoj kanere i kom familjen në Evropë. Janë çmimet më të lira, çfarë standardi ka Evropa, çfarë kemi na. Nuk e di ku do të shkon, ka do të shkojë kjo situatë. Kriza e madhe është. Nëse qytetarë për shohim vetë si çmimet janë në qiell, as në Gjermani janë më të shtrenjta si këtu. Për shembull, një pension 220 euro ku punu 4 sa vjet e 220 euro më. Kështu. Po inshallah Zoti e bën mirë, s'fa di çka më tha. Krit nalta. Si me rrym, si me ujë, si me bërllog, si me tas. Na i marrim 150 euro nima. Bolë nësë për në dalin. Po shka me bo, qashtu pishtim. Ekspertët vlerësojnë se situata është ndikuar edhe nga zhvillimet ndërkombëtare, përfshirë luftën në lindjen e mesme, e cila ka rritur çmimet e energjisë dhe transportit, duke reflektuar më pas edhe në tregun vendor.